reagon. Dhe nga ky reagim varet energjia jote, shëndeti yt mendor, aftësia jote për të qenë më fokusuar në gjërat që të pëlqen të bësh dhe di të bësh më mirë, në aftësinë për të studiuar më shumë, pra për t'i lënë kohë vetes. Kështu që paragjykimi është aty të mërzit, po automatikisht tani sistemi e kthen në bjeris edhe një kujt më shumë shkoj, jo bjeris edhe një kujt më shumë. Mua nuk më ka penguar Po tek familja jote si ka ndikuar tek Drini, tek Amarisi ndonjëherë, apo të kesh pasur në rast me Amarisin që të ka ardhur të ka thënë, "Ma pse ka shkruar këtë gjë?" Sa pyetje bukur. Drini jo, Drini nuk e ka pasur. Drini është me një mendje të qetë. Tizi. Madje gjithmonë është pas nxehur me mua kur un kaloja në viktim. Po, Drini nuk më shikonte dot si viktim, e ka pasur këtë gjithmonë. Amarisi sigurisht. Madje unë nuk e dija që Amarisi kish parë edhe vredjet. Unë me mendjen time mendoja që Amarisi nuk kishte interes të shikonte, sepse nuk e shfaqte. Përgjithsisht ndodh me fëmijët e personazheve publik që